e sa bëjmë përpjekje që ne të jemi të dashur tek Zoti xhaleshanuhu, ajo është një pikpyetje e madhe, por që të na do se Allahu i madhruar do të përmendi disa ajete kuranore me të cilën Allahu xhaleshanuhu i përmbyll, i përfundon këto ajete kuranore me fjalët Inna Allahe yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Me të vërtet Allahu i madhruar i don njerëzit të cilët bëjnë taube, wa yuhibbu al-mutatahhirin, dhe njerëzit të cilët largohen nga mëkatet e mëdhaja. Momentin që ti bën taube, i nderuar i vëlla, edhe pse ke vepruar mëkate të mëdhaja, karshi Allahu xhaleshanuhu, Allahu i madhruar ti fal mëkatet, konsideron tauben tënde dhe ti bëhesh i dashur tek Allahu xhaleshanuhu. Prandaj ky adhurim na duket i thjesht, por përmes këtij adhurimi, pasi që ke bërë mëkate të mëdhaja, ti e fiton kënaqësinë e Zotit xhaleshanuhu. Allahu në ajete të tjera thot Inna Allahe yuhibbul muhsinin. Me të vërtet Allahu i madhruar i don njerëzit bamirës. Sa herë që na jepet mundësia të jemi bamirës në projekte madhore, pa qoftë edhe në projekte të vogla, bashkangjitu atyre njerëzve, nga se ti me gjithmu e fiton dashurinë e Allahu xhaleshanuhu. Inna Allahe yuhibbul muqsitin. Me të vërtet Zoti xhaleshanuhu i don njerëzit e drejtë. Sa herë që na mundsohet të tregojmë drejtësinë tonë, karshi atij problemi dhe atyre njerëzve, me njëherë angazhohu, dhe mos thuaj çfarë më intereson mua o vëlla. Po t'intereson nga se përmes drejtësisë tënde ti do të jesh i dashur i Allahu xhaleshanuhu. Inna Allahe yuhibbul muttaqin. Me të vërtet Allahu xhaleshanuhu i don të devotshmit. E çfarë do të thotë devotshmëri? Shpesh e kemi treguar, por që edhe këtu e ka rastin. Të jemi të devotshëm, ta kuptojmë devotshmërinë, të jemi të devotshëm që të jemi të admiruar tek Zoti xhaleshanuhu. Devotshmëri do të thotë të dëgjeje Allahu xhaleshanuhu në ato vende, me ato vepra që i don Zoti i madhruar, dhe mos të shohë Zoti i madhruar në ato gjendje, në ato vende, me ato njerëz të cilët nuk i don Zoti i madhruar. Pra nëse dëshiron të jesh i dashur i Allahut, janë disa cilësi të thjeshta për t'i arritur, por ja që Zoti i madhruar ka caktuar shpërblime të mëdhaja, e ato janë të pendohesh pas mëkateve, të jesh i devotshëm, të jesh i drejtë dhe të jesh bamirës ndaj njerëzve.